Pse zgjodhët që të ishit i dyti në listën e Tiranës, apo duhet ishte Redi Muçi i pari për shkak se ka datin biznesmen dhe investitor në Shqipëri? Jati Redi Muçit është një, ka qenë sakse ka 10 vite që s'është më sipërmarrës, një sipërmarrës i nderuar, se ka qenë në sektorin e ndërtimit, të jetë modest. Unë zgjodha të mos isha i pari, por nuk zgjodha të isha i dyti. Dhe aq më pak nuk e vendosa unë kur do ishte i pari, i treti, i katërti apo i pesti. Unë zgjodha të mos isha i pari për të dhënë një shembull emancipues në politikën shqiptare. Për të thënë që është kryetari që duhet të jetë në shërbim të partisë dhe jo partia në shërbim kryetarit, siç ndodh rëndom në Shqipëri. Unë vetë doja të isha më poshtë në atë listë, pikërisht që të shërbeja si gregar, që e tërheq partinë drejt një rezultati shumë të rëndësishëm. Mirë po, deri kaq më lejuan antarët e Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashkë, pavarësisht se kisha shumë kundërshtim për deklaratën time publike që s'dua të jem i pari, dhe më vendosën të dyti në listën e Tiranës, pastaj sigurisht me votim të fshehtë dhe pas shumë diskutimeve. Në vend të parë është zgjedhur Redi Muçi, në vend të tretë Bora Mema, në vend të katërt Jani Marka, në vend të pestë Albina Ruko, në vend të gjashtë Qani Shino e kështu me radhë, pastaj gjithë lista e deputetëve tanë për Tiranën dhe për gjitha qarqet.